për drejt në frekuencën 102.2 apo Radio Plus.fm. Sot e kam një musafire shumë të mirë studio. Lira është një për aty në musafireve që vjen shumë shpesh në radio, edhe gjithmonë ka diçka të mirë dhe më na nis mëngjesin mbare mirë. Sot e kemi ftuar jo për një temë specifike, po thjesht për me përmbledh vitin 2025 për shkollën finlandeze. Çka ka ndodhur, çka ka funksionuar më së miri edhe pse ky vet ka qenë veçantë për nxënësit edhe krejt ekipin e shkollës finlandeze. Lira, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi Viola, si po kalon? Pa i mirë, po e hane, sot gjithë hanet i qelim bashka e ke vrejt. Gjithë javën e njëzë. Haneve me i fillu me një energji të për të mirë, që po mje shumë mirë që jam. Lira, faleminderit shumë edhe mu gjithashtu. A mundesh më na tregu diçka specifike për festat e fundvitit që është ndodhur tash në shkollën finlandeze? Edhe pse jam pushim fëmijët, po çka ka ndodhur para pushimit? Ka qenë një vit i shumë ndodhive dhe shumë ngjarjeve që ka ndodhur në shkollën tonë. Përveç pjesës që jemi rrit shumë si shkollë, me numër të nxënësave edhe të stafit, kemi fituar disa çmime gjatë vitit, ka qenë një vit shumë i gëzueshëm për neve, me shumë arritje të mëdha, edhe tash po e fillojna vitin 2026 edhe me shumë pritshmëri edhe më të mëdha. Çdo vit që po shkon në shkollën tonë, po shkon si ve thonë gjithmonë të urrit, pritshmëritë po rriten, mandej edhe sukseset po janë të njëpasnjëshme. Diçka që ka karakterizuar shumë vitin 2025 ka qenë një çmim që ka qenë me të vërtetë shumë i madh për komunitetin tonë, po edhe për Kosovën, që shkolla është zgjedhur mesin edhe të shkollave më të mira në botë te kategoria Environmental Action nga World's Best School Prizes. Ajo ka qenë çmimi më domethënës që ndonjëherë ne kemi fitu. Si me thonë, ka qenë një shënim i krejt asaj punës të veçantë dhe të mirë që shkolla e bën në edukimin e gjeneratave të reja, edhe që po e shohim që sistemi finlandez, që është numër 1 në botë, që ka ardhur në Kosovë, po e fiton një çmim kaq të madh në kategori botërore, edhe për neve ka qenë kënaqësi shumë e madhe me pa që atë edukim që jemi duke ofruar te fëmijët në Kosovë, po merr me mendje të madhe globale, kështu që ka qenë, si me thonë, festa më e madhe për neve që po e lëm pas tash në vitin 2025. Ka qenë te kategoria Environmental Action, është një hapësirë apo një lamin në të cilën ne fokusohemi shumë si shkollë me i eduku gjeneratat e reja, te pjesa e mbrojtjes së ambientit, qëndrueshmërisë, reciklimit, është pjesë e pandashme e kurrikulës, edhe projekte të ndryshme që nxënësat i bëjnë ndër vite, siç e dini edhe që pasqyrohen në CNN ko pas kohe çdo vit. Mandej ato kanë marrë, si me thonë, vëmendje globale, edhe kemi qenë në mesin e 10 shkollave më të mira në botë. Është një arritje të madhe, për shkak se nuk është vetëm brenda Kosovës, është në arenën globale ku kanë qenë rreth 6.000 shkolla të cilat, si me thonë, janë vlerësuar. Kështu që për neve është me të vërtetë një arritje që se di tash synimet tona janë me arritë edhe numrin 1 në botë. Diçka që ndoshta nuk e kemi menduar më herët, po si me thonë tash pritshmëritë vetë janë më të larta. Nuk e di për juve, po viti 2025 ka shkuar jashtëzakonisht shumë shpejt, edhe ju si shkollë keni aktivitete shumë, projekte të vazhdueshme. Përveç çmimeve që keni marrë, që përmende, një ndër shkollat më të mira top 10-shë, a ka diçka tjetër që të bën me kujtu 2025-ën kur e mendon punën, kur e mendon shkollën finlandeze? Sigurisht shumë. Kemi pas shumë aktivitete brenda dhe jashta shkollës, sidomos me nxënësat e shkollës së mesme, kemi pas shumë shkëmbime mes shkollave edhe mes shteteve të ndryshme. Diçka që e karakterizon shumë shkollën finlandeze është numri i madh i aktiviteteve jashtëshkollore, përveç atë aktivitetet të mësimit që i kemi në përditshmëri në shkollë, na pasurojmë shumë atë jetën studentore me aktivitete, me shkëmbime, ekskursione, gara. Një pjesë që ka karakterizuar shumë vitin 2025 ka qenë vizitat e ndryshme studimore jashtë vendit, edhe shkëmbimet me shkolla të ndryshme. Disa prej tyre kanë qenë gara për Model United Nations, që është një model i simulimit të kombeve të bashkuara, që kemi filluar në Kosovë me disa gara dhe mandej kemi vazhduar ndërkombëtarisht në Turqi.
e tashti kemi me vazhdu edhe në Vjenë në janar me një grup të nxënësave. Mandej kemi pas një shkëmbim të një grupi të nxënësave të shkollës mesme në Bullgari, ku gjatë 2 javëve të mësimit të tyre, ata kanë bërë një shkëmbim me shkolla atje, edhe të njëjtën ku kanë kry punë praktike, e cila ka qenë shumë e rëndësishme kur vjen te puna e, si me thonë, orientimit në karrierë të nxënësave. Kjo ka qenë shumë, si me thonë, një pjesë tepër që ju ka dhënë nxënësave vullnet edhe i ka orientu pak a shumë se çka ata duhen me studiu në të ardhmen. Mandej sfundmi kemi pas edhe një shkëmbim nxënësave tonë në Maqedoni të Veriut, ku kanë kalu një javë shkëmbim me një shkollë tjetër, të cilët tash kanë me ardhë dhe kanë me bërë shkëmbime në shkollën tonë në muajin shkurt. Edhe ka pas edhe plot të tjera, po ashtu edhe vizita të ndryshme, udhëtime të skijimit, të cilat e kanë gjithmonë një pjesë atraksioni për nxënësa, po të njëjtën kohë edhe një pjesë edukative, si të zhvillimi i aftësive të skijimit, notit, mësimit të historisë. Për shembull, sfundmi e kemi pas në Shqipëri një vizitë në kuadër të 28 nëntorit, ku kanë vizitu qytete të ndryshme brenda Shqipërisë dhe kanë mësu si për shembull të pjesa e kongresit manastirit, liçeni i Ohrit, do të thonë kanë vizitu disa vende të ndryshme për me fitu njohuri të ndryshme që nganjëherë ndoshta jo vetëm brenda klasës janë shumë atraktive, është shumë interesante kur ata edhe shkojnë i vizitojnë vendet edhe, si më thënë, besin në kujtesën e tyre më gjatë. Tash që po fillojmë vitin 2026 e kemi edhe disa vizita të tjera të cilat kemi bërë. Njëra që e përmenda tash ma afër që do të jetë në Vjenë, në Austri, ku nxënësat tonë do të marrin pjesë në stimulimin e modelit të kombeve të bashkuara, do të marrin pjesë me shumë shkolla të tjera ndërkombëtare, dhe pastaj në mars e kemi edhe një vizitë tjetër në Londër, në Angli, ku kanë me marrë pjesë klubi i dramës edhe teatrit, kanë me vizitu teatro dhe shfaqje të ndryshme të dramës atje. Londra njihet si një prej vendeve më të zhvilluar në këtë drejtim, dhe për neve drama dhe teatri është një pjesë shumë e rëndësishme e kurrikulës sonë, të cilën e mësojnë nxënësat, edhe gjithë ata që kanë prirje që në të ardhmen me studiu këtë lami, kanë me shku edhe me zhvillu atje me pa nga afër. Këto janë veç disa prej, si më thonë, mëlmesave më të mira që kemi pas të këtij viti, e që po besoj veç se kanë me shku tu shtu, diçka që ka qenë risi për neve këtë vit dhe që e kemi fillu në muajin dhjetor, ka qenë edhe pishina. E kemi hap tash mësimet e notit, që gjithmonë kanë qenë pjesë e programit tonë, tashme e kemi edhe pishinën tonë, ku nxënësat të zhvillojnë orët e notit në kuadër të orës edukatës fizike. Ka pas shumë interesim për nxënësave në këtë anë, jo? Shumë, edhe ka qenë një lumturi shtesë për ta, për shkak se gjithmonë e kemi mbajt mësimet e notit jashtë shkollës, mirë po tash e kemi pishinën tonë. Ma ndryshe, e kemi ma ndryshe, si me tha, entuziazmi është kogja i madh, edhe po është shumë kënaqësi për ta me zhvillu orën e notit brenda shkollës. Hapësirat janë të reja, edhe gjithçka deri tash po zhvillohet është shumë mirë. Kështu që, si me thonë, kjo ka qenë ajo çershia ambitore për me përfundu vitin 2025. Kështu që tash shohim edhe vijmë çka kemi pas. Kur ka fillu viti 2025, po besoj keni pas synime që keni dashur me i mbrit deri në fund vitit, deri në dhjetor të këtij viti. A keni mujt me i arrit, a keni pas sfida nëse i keni arrit gjitha, apo i keni lëndu edhe për vitin 2026? Në fakt, shumicën e pritshmërive që i kemi pas për vitin 2025 janë arrit, e shumë gjëra që i kemi arrit nuk i kemi pas as në mendje. Njëra prej tyre ajo ka qenë në top 10 që mu zgjedh shkolla, që nuk e kemi mendu fare se do të zgjedhemi. Ne kemi filluar procesin e aplikimit dhe vlerësimit, si me thonë, po e provojmë, pse jo, edhe si me thonë nuk e kemi pas fare në mendje ose me prit që kemi mu zgjedh në atë mes, kështu që çajo ka qenë diçka që i ka kalu pritshmëritë tona. Çka ne kemi arrit edhe kemi pas synim, ka qenë edhe dyfishimi i numrit të nxënësave të shkollës sonë, cilën veç se kemi arrit, edhe që ka qenë hapja e kampusit të ri, që ka filluar nga shtatori, për shkak se
nga viti I kaluar kemi filluar me programin Impact në gjuhën shqipe, synimi që edukimin cilësor finlandez, I cilin ne ofrojmë në gjuhën angleze në programin ndërkombëtar, ta ofrojmë edhe në gjuhën shqipe për gjitha familjet të cilat dëshirojnë një edukim cilësor, mirë po në gjuhën shqipe. Edhe si vjet kemi filluar edhe me kampusin e ri, që ka qenë një pritshmëri të cilën e kemi filluar nga viti I kaluar. Kemi filluar me kampusin e ri, me hapësirën e ri të notit, fushat ekstra. Tash në vitin 2026 jemi duke zgjeruar kampusin ende për shkak të rritjes së numrit të nxënësave, hapësirat e reja të sporteve të jashtme, si tenisit, padelit, fusha të ndryshme outdoors që nxënësat I kalojnë pauzat e shumta jashtë, kështu që gjithmonë jemi duke synu, kemi pritshmëri më të larta për shkak se gjithmonë synojmë një arsim më cilësor, shkolla njihet si një ambient I cili vazhdimisht sjell inovacion edhe dëshiron me sjell gjëra të reja në arsim. Arsimi është, si më thon, hapësira më e lehtë me sjell inovacion për shkak se mundohemi I metodave tradicionale, klasike të mësimit, kështu që për neve është e rëndësishme me sjell gjithmonë risi. Shkollën finlandeze gjithmonë e njohim shkollën finlandeze për praktik. Po. Praktika është diçka që njiheni ju. Apo më tregon çka ka pas diçka që e kanë pëlqyer më shumë të nxënësat të shkollës këtë vit. Praktikën mas shumë të që ka ndezë kështu nxënësat. Po, diçka që ka qenë shumë e veçantë këtë vit, ka qenë zhvillimi I punës praktike tek nxënësat e shkollës mesme të cilët e kanë zhvilluar në kompani të ndryshme nëpër Kosovë. Kanë shkuar në radio të ndryshme, në televizione, në kompani biznesore, qoftë ato të patundshmërisë, në spital. Domethënë nxënësit si pjesë e orientimit të karrierës e kanë këtë pjesë në fillim të muajit maj, të cilën e zhvillojnë çdo vit, edhe orientuesja e karrierës, në bazë të aftësive të cilët fëmijët I kanë edhe prirjeve që ata dëshirojnë me studiu diçka të ardhmen, ja u përcaktojnë një kompani ku besojnë që është e përshtatshme për, si më thon, orientimin e tyre, edhe mandej ja u kanë përcaktuar edhe ata kanë kaluar një kohë në kompani të ndryshme. Na e quajmë job shadowing ose si më thon, nuk është tamam punë praktike internship, mirë po ata e ndjekin një person, e kanë një mentor I cili I orienton me ja u tregu paketën e punës, aftësi bazike të cilat ju duhen në përditshmëri, aftësitë butat, komunikimit, punës në ekip, e shumë tjera që aty në kanë ju dashur kanë me punu në të ardhmen. Kjo ka qenë një experience eye-opening që thojmë në anglisht, për shkak se shumica e nxënësave nëse ata kanë pas një drejtim të cilin kanë dashur me studiu, kur kanë shkuar ato e kanë pa tamam si është, shumica aty në kanë thënë kjo që ka ajo që ka du me studiu, disa kanë thënë nuk është kjo që pëlqej ka shumë, ndoshta më mirë me provu diçka tjetër, kështu që është shumë mirë për shkak se klasa 10 dhe 11 për neve janë shumë të rëndësishme me pa pak a shumë orientimin ku me apliku për universitete, ma ndej kur dalin klasën e 12 ata me pas shumë atë qartë se çka dojnë me studiu. Tash si me thonë gjeneratat e klasës 12 veç se e din pak a shumë cilat universitete kanë me shku, shumica veç se I kanë përfundu edhe aplikimet në për universitete, që zakonisht synojnë me shku edhe me studiu jashtë. Kështu që kjo ka qenë shumë eksperiencë e mirë për ta, tash edhe këtë vit kanë me pas, ndoshta dikush ka marrë edhe këtë me qenë praktikant tek Viola, edhe me pasës ti është me punu në një radio. Që kjo është për neve pjesa ma e rëndësishme, edhe që na e shohim që të suksesin e krejt asaj punës që na e bojmë, për shkak se kur e kombinojmë pjesën teorike të mësimit edhe me ato praktike të punës, atëherë ata kanë me pas një sukses edhe një pasqyrë më të qartë se çka dojnë me studiun të ardhmen, që ajo është çelësi suksesit për neve, për shkak se po I përgatisim për një të ardhme, edhe po diplomojmë prej shkollës me një pasqyrë shumë të qartë se çka dojnë me bën. Po bëni kështu safe steps për fëmijët, se është goxha e vështirë nëse studion një lami edhe në fund e din që nuk po të pëlqen çajo. Eksakt. Edlira, a mundesh më na tregu planet për 2026-ën? Çka keni synim për vitin e ardhshëm? Viti 2026 shkolla vetë se po shkon të rrit, numri I nxënësave po shkon të rrit, kështu që edhe këtë vit presim me pas një rritje 50% të nxënësave. Jemi duke
synu rritjen e numrit të klubeve të ndryshme të cilat i ofrojmë brenda shkollës. Këtë vit janë shtu edhe klubi dramës dhe teatrit, pianos e shumë lami të ndryshme, edhe tash vitin e ardhshëm po presim me shtu edhe risit e pjesa e robotikës, kodimit me pajisje më të veçanta. Tash më veç sa i kemi pranu edhe një grup të mjeteve të ndryshme të cilat si me thonë kanë me orientu pjesën e teknologjisë dhe robotikës ma shumë tek ne. Është një lami cilën i japim shumë fokus, kështu që veç se po shkojmë tuke avancu ma shumë. Çka presim tjetër është pjesa e panajirit shkencës dhe inovacionit, i cili vjen në muajin maj me projekte të ndryshme nga nxënësat tanë. Kësaj here kanë me pas një temë shumë të veçantë, e cila ka me sjell projekte nga lami të ndryshme nga nxënësat e cilat ata vetë i krijojnë, po ashtu edhe programe të ndryshme të shkëmbimeve brenda dhe jashtë vendit, gara të ndryshme ndërkombëtare të cilat kanë me marrë pjesë, edhe shumë çka tjetër që besoj kanë mushtu muajve në vijem. Mirë po gjithmonë ajo që ka mbetet te ne është synimi që nxënësat të cilët diplomojnë nga shkolla të shohin me një përgatitje të mjaftueshme, të jenë të gatshëm për tregun e punës, edhe si me thonë të nxjerrim gjeneratat të cilat kanë vlera, edhe që janë të respektueshëm, edhe që kanë me kontribu në vendin tonë. Edlira, sa përket shkollës, faleminderit shumë për informacionin që na ka jap. Po duam ty personalisht, çysh ka qenë 2025 për Edlirën? 2025 ka qenë një vit shumë i mirë, për mu ka qenë i mbushur me shumë udhëtime, që ajo ka bo vitin 2025 shumë të mirë për mu. Një rritje të shoqërisë, kanë qenë disa momente shumë të mira cilat i kom kalu, një prej tyre ke qenë edhe ti. Kështu që ka qenë një vit shumë i mbar, tash për vitin 2026 pres që me qenë edhe ma i mirë, me shumë udhëtime, suksese në punë, edhe me shumë risi, besoj. Edlira, shumë faleminderit, por shpresoj që krejt jeta ka më shumë kështu me udhëtime, me pozitivitet, ngritjet tretit shoqërisë. Faleminderit shumë që ke qenë me ne edhe na solle këtë pozitivitet. Shumë faleminderit Viola. Gjithmonë kënaqësi, po më jeni shumë mirë që isha sot këtu me përmbyll pothuajse këtë vit. E uroj një vit shumë të mirë të ri, me shumë suksese, edhe me takime të plota me shumë pozitivitet. Shumë faleminderit. Ne të Gjus Radio Plusit po vazhdojmë me një blog shumë shurt marketingut dhe rikthehemi përsëri në studio.